Porosi në ditën e martesës. Umame bint Harithi e porositi të bijen e saj ditën e martesës me disa këshilla, ku ja qartësoi themelet e jetës së lumtur bashkëshortore. Ajo tha: "O i bija ime, sikur këshilla të lihej për hir të edukatës së mirë, do ta lija për ty, sepse ti je e tillë, por këshilla e kujton të shkujdesurin dhe e ndihmon të mençurin. Po që se do të ishte në rregull që gruaja ta linte martesën dhe të kujdeset për prindrit për shkak të nevojës së madhe të tyre, unë do të isha e para që do ta bëja atë, por kuptoje se gratë janë të krijuara për burrat dhe burrat janë të krijuar për gratë. O i bija ime, po largohesh nga shtëpia ku rritë dhe kalove në një periudhë të mrekullueshme të jetës, për te një shtëpi të panjohur dhe burr që nuk e ke shoqëruar më herët. Me martesën tënde, ai do të bëhet përgjegjësi dhe mbreti yt. Bëhu sklavja e tij që ai të bëhet sklav i afërt për ty. Kujdesu për këto 10 cilësi, se ato do të bëhen shpëtim për ty. E para dhe e dyta, respektoje me kënaqësi, nënshtroju me dëgjueshmëri dhe bindje. E treta dhe e katërta, hulumto gjërat që dëshiron syri i tij t'i shoh dhe hunda e tij t'i nuhat. Mos lejo veten që syri i tij të shoh ndonjë gjë të keqe te ti dhe hunda e tij të nuhas erë të keqe. Mundësoja vetëm të bukurën dhe të mirën. E pesta dhe e gjashta, interesohu për kohën e gjumit dhe ushqimit të tij. Uria e vazhdueshme përvëllon dhe gjumi i parahatshëm zemëron. E shtata dhe e teta, ruaje mallin e tij, kujdesu për familjen dhe musafirët e tij. E nënta dhe e dhjeta, mos u rebelo kundër urdhrit të tij dhe mos e shpalos fshehtësinë e tij, sepse kur e kundërshton urdhrin e tij, i atërbon gjoksin e tij. Nëse përhap fshehtësinë e tij, mos u siguron nga tradhtia e tij. Kujdes bija ime, mos shfaq gëzim para tij kur ai është i lënduar, e mos shfaq hidhërim para tij kur ai është në gëzim. Me të vërtet, këto janë porositë të shtrenjta nga një nën e kthjellët. Do të ishte mirë që çdo nën ta këshillonte bijen e vet me këto porosi në ditën e martesës së saj. Edhe më mirë do të bëhej sikur e bija t'i pranonte dhe të punonte me to. E kështu të begatohej me rahati jeta e saj bashkëshortore në hijen e sjelljes së mirë dhe moralit të lartë. E së bashku me të do të begatohej bashkëshorti i saj në aspektin e dashurisë, mëshirës dhe rahatisë. Po ashtu, Esma bint Harijetu el Fezariu e porositi bijen e vet dhe i tha: "Bija ime, po largohesh nga shtëpia që u rrite për të, shtëpia e panjohur e burrit tënd. Bëhu për të tokë, e ai për ty do të bëhet qiell. Bëhu për të djep, e ai për ty do të bëhet shtyllë. Bëhu për të skllave, e ai për ty do të bëhet sklav. Mos e bezdes me kërkesat e tua, që kjo ta shty të urrej. Mos u largo prej tij nëse të afrohet. Nëse ai rri me një anë nga nervozizmi, ti mos ju afro. Ruaja të nuhaturit, dëgjimin dhe shikimin e tij. Kujdesu që të nuhat prej teje dhe që të këndshmen, të dëgjoj të mirën e të shoh të bukurën." Abdullah ibn Gjaferi e porositi bijen e vet dhe i tha: "Bija ime, kujdes nga xhelozia, sepse ajo është çelësi i divorcit dhe kujdes nga çortimet e shpeshta, sepse ato mbjellin urrëtie. Përdore kuhulin antinom për syt, sepse ai është bukurimi më i mirë, ndërsa parfumi më i mirë është uji." Ebu Dardai e porositi gruan e tij dhe i thoshte: "Nëse më sheh që jam i zemëruar, mundohu të më qetësosh. Nëse të shoh që je zemëruar, do të përpiqem të të qetësoj, përndryshe nuk do të mund të funksionojmë bashkë." Këto ishin disa porosi nga gjeneratat e para të harta. Allahu i mëshiroft. A ka kush e pason rrugën e tyre? Doktor Muhammed El Munejidi. Nga arabishtja, Irfan Yahia.